Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot ju kam sjell 4 receta për përgatitjen e mezeve të ndryshme. Por këto meze mund t'i përdorni për çfarëdo rasti që keni në shtëpi apo në familjen tuaj. Janë meze dhe salca që shkojnë shumë mirë me mishin e pulës, me qofte, kebab, por sigurisht mund t'i përdorni edhe me brusketa apo edhe thjesht me bukë. Le të nisim me përgatitjen e tyre. Receta e parë është një salcë e përgatitur me patlıcan të pjekur. Kjo salcë në origjinën e saj quhet baba ganush. Për përgatitjen e kësaj salce unë kam përdorur 2 patlıcan, të cilët në fillim I shpojmë pak me pirun. Dhe më pas I fusim në pjesën më të poshtme të furrës dhe I lëm të piqen aty në 220 gradë Celsius për të paktën 1 orë. Më pas, kur e shikoni që patlıxhanët janë pjekur mirë, I heqim nga furra dhe I fusim në një tas me ujë të ftohtë. I lëm kështu për 10 minuta dhe më pas u qorojmë lëkurën dhe pjesën e brendshme të patlıxhanëve e hedhim në një tas. Me një tel dore ose edhe pirun, I shtypim patlıxhanët mirë derisa të bëhen si pastë. Mirë është që mos ngelen pjesë të mëdha ose rripa nga patlıxhanët, por I shtypim mirë me pirun. Më pas në tas u hedhim një lugë gjelle me tahini. Tahini është një salcë që I gjeni kudo me këtë emër ose ndryshe quhet si pasta e farave të susamit. Shtojmë në tas gjithashtu edhe hudhër të imët sipas dëshirës, si dhe 4 lugë gjelle me kos. Do shtojmë edhe pak lëng limoni, kjo në fakt është në dëshirën tuaj. Do shtojmë edhe krip dhe më pas të gjithë përbërësit I përzihem mirë me njëri tjetrin dhe në fund salcën e keni gati. Zakonisht kjo salcë shërbehet me vaj ulliri sipër dhe pak sallatë në mes. Tani do të përgatisim salcën e dytë, e cila quhet humus. Nuk e di nëse keni dëgjuar për salcën që bëhet nga qiqërat dhe që është shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme. Për përgatitjen e kësaj salce mund të përdorni ose qiqra që shiten të gatshme, të zira dhe gjenden nëpër kavanoz në supermarkete, ose mund të përdorni qiqra normale, të cilat I fusim në fillim në ujë dhe I lëm të rinë në ujë për disa orë. Unë kam përdorur një gotë me qiqra, por varet se sa do të përgatisni ju. Qiqrat I lëm në ujë për disa orë dhe më pas I shpëlaj mirë me ujë të ftohtë. Dhe në fund I mbushim me ujë dhe I lëm që të zjejnë derisa qiqrat të zbuten mirë. Kur e shikoni që qiqrat janë zbutur mirë, I heqim dhe I shpëlajmë sërish. Dhe tani kemi gati për salcën. Në fillim në një mikser ose blender, do shtojmë 2 lugë gjelle me salcë tahini dhe shtojmë gjithashtu edhe 2 lugë gjelle me lëng limoni, por ju shtoni sipas dëshirës. Më pas herrajim pastën për 30 sekonda. Dhe do shtojmë më pas edhe 2 ose 3 lugë gjelle me vaj ulliri, krip, si dhe 1 lugë çaji me kumin. Nëse nuk e keni erëzën kumin, mos ja shtoni fare. Në fund do shtojmë pjesë edhe qiqrat e zjera. I shtojmë pjesë në mënyrë që të rrihen mirë.
Dhe çdo herë që hedhim qiqrat, do shtojmë edhe nga 2 lugë gjelle me ujë të ftohtë dhe më pas e rrajmë masën për 30 ose 40 sekonda, derisa të shikoni që qiqrat janë tretur mirë. Kështu do e përsërisim procesin derisa të përfundoni të gjitha qiqrat dhe në fund kur nuk keni më qiqra, masën e rrini për afërsisht 1 minutë dhe më pas salcën e keni gati. Në fund salca është shumë kremoze dhe nëse ju del shumë e trashë në fund, mund të shtoni edhe disa lugë me ujë të ftohtë, derisa mendoni që salca ka marrë formën e salcës që ju dëshironi. Në fund kjo salcë shërbet me vaj ulliri, por për më bukur në tavolinë, mund ta dekoroni sipër me një lugë dhe një pirun të lyrë me vaj ulliri dhe pak piper të kuq, por kjo sigurisht është në dëshirën tuaj. Tani do të përgatisim salcën e tretë, që është në fakt majonezi përgatitur në shtëpi. Për përgatitjen e një vazo të vogël me majonez, unë kam përdorur 2 vezë, 2 lugë gjelle me uthull, hudhër, pak piper të zi, si edhe krip. I hedhim të gjithë përbërësit tek mikseri dhe i rrajmë bashk për afërsisht 50 sekonda. Gjithashtu për përgatitjen e majonezit, kam përdorur edhe një gjysmë gote me vaj ulliri dhe gjysmë gote me vaj normal, pra në total 1 gotë me vaj. Nëse dëshironi mund të përdorni ose vetëm vaj ulliri ose vetëm vaj normal. Pasi rrajmë vezët për 50 sekonda në mikser, aty do të shtojmë pak nga pak edhe sasinë e vajit. Pra do të shtojmë në fillim tek vezët, afërsisht 1 lugë gjelle me vaj, dhe i rrajmë vezët sërish për afërsisht 30 sekonda. E ndalim mikserin dhe i shtojmë sërish 1 lugë gjelle me vaj dhe e rrajmë sërish masën e vezëve për 30 sekonda të tjera. Kështu në këtë mënyrë do të vazhdojmë derisa të mbarojë gjithë vaji dhe të shikoni që masa e majonezit është trashur. Pra vajin do ta hedhim pak nga pak. Nuk duhet hedhur i gjithë vajin një herësh, pasi me mikser majonezi nuk do t'ju bëhet sado që ta rrihni. Mund të ndodhë që majonezi të trashet edhe para se ju t'ia hidhni të gjithë vajin. Ju shikoni që kur jeni afër përfundimit të vajit, masa është trashur dhe ju e provoni me lugë. Nëse ju pëlqen ajo trashësi që majonezi ka marrë, atëherë mos i shtoni më vaj. Por nëse shikoni që majonezi duhet të trashet edhe më shumë, atëherë ja shtoni vajin deri në fund. Pra për trashësinë e majonezit, ju vendosni vetë, por unë mendoj që 1 gotë vaj është e mjaftueshme për të arritur një majonez me trashësi normale.
Pasi i keni rrahur dhe keni arritur trashësinë që doni, atëherë hedhni majonezin në një vazo apo në një tas dhe e mbuloj me kapak. Ose nëse do e përdorni brenda ditës si unë, e mbuloni me një qese kuzhine dhe e vendosni në frigorifer të paktën për 30 minuta. Dhe në fund fare, majonezin e keni gati. Edhe majonezin mund ta përdorni për shumë receta në shtëpi, prandaj e futa edhe në këtë listë. Edhe në fund do përgatisim një salcë me speca të pjekur ose salcë speci të kuq, siç kam përdorur unë në rastin tim. Në fillim do kaurdisim një filxhan me arra, po të doni arrat mund t'i shtoni siç janë, por salca me një shije më të mirë kur arrat i thekim pak në një tigan. Pasi arrat janë gati, i heqim dhe i hedhim në një mikser ose blender. Do shtojmë aty edhe 2 thelbinj hudhër dhe një filxhan me thërrim me buke ose bukë të thekur dhe të gjithë masën e rajmë në mikser për 30 ose 40 sekonda. Më pas tek blenderi do shtojmë një lugë gjelle me salcë shege ose molas, si quhet ndryshe. Nëse nuk e keni mundësinë ta gjeni, mund ta bëni edhe pak të salcë. Gjithashtu mund t'i shtoni edhe pak fare lëng limoni, si dhe krip, por gjithmonë i kontrolloni shijen për të mos e bërë shumë të kripur apo shumë të thartë. Në fund fare do shtojmë edhe salcën e specit. Unë në rastin tim kam përdorur salcë speci, pasi unë e preferoj shumë të salcë, por nëse nuk keni salcë speci, atëherë mund të përdorni speca të kuq, të cilat në fillim i piqni dhe më pas i qëroni lëkurën dhe i hidhni në blender. Do e rrahim masën e salcës për rreth 2 minuta, por duke ndaluar çdo 30 sekonda për të kontrolluar salcën. Sa herë që ndaloni dhe kontrolloni salcën, do shtoni në mikser edhe nga 2 lugë gjelle vaj ulliri. Në total për këtë salcë do përdorni 1 filxhan me vaj ulliri. Në fund kur e përfundoni vajin e ullirit, do e rini salcën edhe për disa sekonda të tjera dhe në fund salca është gati. I shërbeni sipër me vaj ulliri dhe arra sipas dëshirës. Këto ishin 4 meze të dashur miq që unë mendova t'u sjell në ditën e sotshme. Janë meze shumë të mira, shumë të shijshme, të shëndetshme dhe që shumë mirë shkojnë me çdo lloj gjëje në tavolinë. Ndoshta disa prej tyre mund t'i njihni, ndoshta disa prej tyre janë të reja për ju, por si t'i provoni herën e parë, jam e sigurt që do t'i pëlqeni shumë dhe do t'i përdorni sa herë që keni mysafir apo që keni raste të veçanta në familjen tuaj. Shkojnë shumë mirë me mishin e pjekur, me gjelin apo mishin e pulës, shkojnë gjithashtu me kebab të ndryshëm, ose edhe thjesht meze në tavolinë për të shoqëruar gjellrat e ndryshme që u përgatisni. Më shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asnjë like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Ju uroj ditë sa më të bukura pranë familjeve tuaja. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.